Deputeti i VMRO-DPMN-s Brane Petroshevski ka deklaruar se Venko Filipçe vazhdon të përsërisë çdo ditë se qëndrimi i tij dhe i LSDM-s është antarësimi në Bashkimin Evropian, një qëndrim që sipas tij u theksua edhe gjatë debatit të fundjavës në Kuvend. Petroshevski vlerëson se Filipçe ose nuk e kupton ose nuk dëshiron të kuptojë se siç shprehet ai duke i shërbyer Zoran Zaev nuk mund të arrihet integrimi në BE. Sipas Petroshevskit, Brukseli nuk kërkon dhe nuk dëshiron vetëm retorik se dikush e do Bashkimin Evropian, por kërkon vepra konkrete. A Filipçe i rukovodството на СДС. Ndërsa Filipçe dhe udhëheqësia e LSDM-s, e cila është vetëm një marionetë e Zaevit, din vetëm të flasin se do të braktisin punën e Kuvendit. Gjatë debatit për ndryshimet ligjore për heqjen e qeverisë teknike, kundërshtojnë ndryshimet ligjore që deputetët të kenë vetëm shtetësi maqedonase. E të ngjashme, një retorikë e tillë nuk i pëlqen Brukselit. Brukseli kërkon vepra, kërkon punë sipas standardeve evropiane, e si mund të pritet kjo, kur e vetmja gjë që Filipçe di është të vazhdoj politikat e vjetra të Zaevit, ndër të cilat janë edhe trastit kombëtare. Petroshevski gjithashtu ka theksuar se Filipçe duhet të merret me oborrin e vet dhe ta vendos LSDM në këmbët e saj dhe sipas tij një njeri që e çon partinë e vet drejt shkatërimit nuk mund të kujdeset për shtetin. Qytetarët duan të jenë në BE, por duan të jenë me dinjitet dhe pikërisht këtë e realizon VMRO-DPMN, ka deklaruar Petroshevski. Petroshevski ka shtuar se VMRO-DPMN nuk është kundër Bashkimit Evropian, por kundërshtojnë marrëveshjet që i cilësojnë si të dëmshme dhe politikat jo efikase për të cilat akuzojnë LSDM.